Bashkimi Evropian po avancon projektin e euros digjitale, në formë elektronike, euros aktuale mbështetur nga Banka Qendrore Evropiane. Sot, 60% e pagesave në Eurozon, pagesave me kartë, përpunohen nga kompania amerikane, kam parasysh këtu Visa dhe Mastercard, ndërsa sa u takon transaksioneve në kufi, ato përpunohen tërësisht nga të njëjtat kompani, nga infrastruktura e tyre. Për Brukselin, kjo nuk është vetëm një çështje teknologjie apo inovacioni financiar. Bëhet fjalë për sovranitetin ekonomik dhe kontroll mbi infrastrukturën kritike të pagesave në epokën digjitale që po jetojmë. Euroja digjitale do t'ju ofronte qytetarëve dhe bizneseve europiane një portofol digjital për pagesa online dhe offline, duke u garantuar qytetarëve europian më shumë siguri dhe më pak varësi. Por projekti ka hapur edhe një debat shumë të madh në sektorin financiar në Europë. Humbësit e parë, bankat. Një sistem i tillë mund të reduktojë rolin e tyre në ekonominë e pagesave, gjithashtu edhe të ndikojë konkurrencën apo stabilitetin financiar. Në Bruksel ka shumë diskutime, ndërsa vendimi final pritet që të merret deri në fund të këtij viti. Pas të gjitha parashikimeve, nëse bëhet realitet, euroja digjitale pritet që të hyjë në fuqi në vitin 2029, duke i dhënë një formë të re mënyrës se si europianët bëjnë pagesa, përdorin paratë e tyre publike, apo edhe të krijojnë pavarësinë e tyre financiare nga platformat amerikane.